Laboratori i virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik, fal teknologjisë moderne dhe pajisjeve të avancuara, bën identifikimin e viruseve respiratore. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale bën më dije se në këtë laborator, teknologjia inovative dhe ekspertiza profesionale bëjnë të mundur identifikimin e viruseve respiratore në funksion të mbrojtjes së shëndetit publik. Doktoresha Iris Hatibi shprehet se në një nga dhomat e laboratorit kryhet inovaktimi kampionateve të cilët vijnë nga survejanca për monitorimin e viruseve të ndryshme respiratore. Laboratorin e virologjisë, kryesisht në këtë dhomë kryhet inaktivimi i kampioneve të cilat vijnë nga survejanca për monitorimin e viruseve të ndryshme respiratore. Në këtë moment vajzat po kryejnë teknikën e purifikimit të kampioneve për të bërë identifikimin e materialit genetik me metodën molekulare të real-time PCR-s. Sipas saj, kjo është një mënyrë efikase që bën diferencim midis viruseve respiratore që qarkullojnë në sezonin e dimrit dhe vishtës, por edhe gjatë verës. Pra, survejanca për monitorimin e viruseve respiratore është aktive gjatë gjithë vitit. Në ku vendosemi, kryhet sekuencimi genetik, i cili është një metodë për sa i përket identifikimit të varianteve në qarkullim për viruset respiratore, duke përfshirë këtu grip dhe SARS-CoV-2. Gjatë pandemisë 2019-s ne pam që virusi SARS-CoV-2 ndryshonte shpesh për sa i përket simptomave dhe sëmundshmërisë dhe për këtë arsye, me anë të kësaj teknike ne kuptojmë se kush janë variantet shqetësuese në qarkullim apo dhe variantet që paraqesin një interes në lidhje me trajtimin e pacientëve në spital. Në këtë dhomë, me anë të këtyre mikroçipeve, ne analizojmë materialin genetik të viruseve për sa i përket përmbajtjes së varianteve të ndryshme në lidhje me këto viruse. Doktoresh Hatibi, gjatë procesit shpjegues për kryerjen e këtyre analizave në laboratorin e virologjisë pranë ISHP-s, u ndal edhe në një tjetër hapësirë, ku kryet teknika molekulare për sa i përket identifikimit të shpejtë të kampioneve klinik. Nga ana tjetër, doktor Artan Simako, mjek epidemiolog pranë ISHP-s, apelon se mbrojtja më e mirë ndaj viruseve është vaksinimi. Në muajin janar vërehet rritja e qarkullimit të gripit krahasuar me javët paraardhëse. Vazhdojmë të mbetemi në kuadrin e aktivitetit sezonal ose stinor normal të zakonshëm dhe të pritshëm për stinën. Ajo që është e rëndësishme për popullatën është vaksinimi. Vaksinimi është mjeti kryesor i parandalimit. Asnjëherë nuk është vonë për vaksinimin. Të gjithë personat të cilët nuk janë vaksinuar ende dhe nuk e kanë kaluar gripin, duhet paraqiten në qendrën shëndetësore të vendbanimit të tyre për t'u vaksinuar.